Rreshet e dëndura të shiut kanë shkaktuar rrëshqitje gurësh dhe dherash në aksin rrugor qaftore thedh, duke bllokuar përkohësisht qarkullimin e automjeteve në zonën e njohur si Guri Nën Shtegut, rreth 10 kilometër larg fshatit turistik të Thethit. Rrëshqitjet u favorizuan nga prurjet e mëdha të ujit dhe materialet e grumbulluara në përrua, të cilat përfunduan në trupin e rrugës, duke bërë segmentin përkohësisht të pakalueshëm. Me njëherë pas sinjalizimit, strukturat e pushtetit vendor në bashkëpunim me autoritetin rrugor shqiptar dhe firmën kontraktuese të mirëmbajtjes ndërhyn në terren për pastrimin e segmentit dhe largimin e gurëve e dherave nga rruga. Edhe autoriteti rrugor shqiptar konfirmoi më vonë se bllokimi ishte i përkohshëm dhe se fal ndërhyrjes së menjëhershme me mjete dhe punëtor shtesë, aksi është rihapur dhe aktualisht është plotësisht i kalueshëm për të gjitha automjetet. Rreshet me intensitet kanë prekur edhe akse të tjera në veri të vendit ku janë shënuar rënje gurësh dhe materiale inerte në rrugë, mes tyre në akset Bajramcuri Valbon, Ura Bujani Qaf Morin, Qaf Mejdan Tropoj, Bajramcuri Fierz dhe Dushaj Lek Bibaj. Sipas autoritetit rrugor shqiptar, në këto segmente nuk janë regjistruar probleme që të ketë penguar qarkullimin. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes në akset malore për shkak të rrezikut nga rrëshqitjet e gurëve dhe dherave, si pasojë e përkesimit të motit në orët e fundit.